leta në Greqi në vitin 1996. Do thënë, vitet e para ishin shumë të vështira për ne. Pastaj, si avas domethënë, duke punuar, duke njohur, duke zënë miq, duke zënë shok, domethënë gjërat u bën më të lehta. Edhe vështirësia ishte në fillim, domethënë deri në vitin 1998, që nuk kishim dokumenta, mundohesh, domethënë nuk kishim mundësi të shkojmë në Shqipëri në vendin tonë. Pastaj në 98 në mbrapa kur bëm dokumentat, gjërat ishin më të lehta edhe për të punuar ishte më mirë, domethënë ikën ato vështirësitë e para. Vitet e fundit domethënë ishim çik më mirë, jemi çik më mirë, kemi dokumenta, domethënë vështirësitë për punë janë jo si në fillim. Domethënë gjithë fëmijët tonë shkojnë në shkollë, janë siguruar domethënë nga ana mjekësore, nga ana e shumë arsyeve, edhe besoj se domethënë edhe nga ana profesionale domethënë noi mund si bëjë